Kushëriri Edoardo Saracit, 44 vjeçarit italian që u vra në rrethana misterioze në Tepelen, ka dhënë një intervistë për gazetën prestigjioze italiane La Repubblica, ku hedh dyshime për një konflikt të mundshëm me djemtë të ortakut të viktimës në biznes, gazmen dhe Daniel Braçi. Sipas tij, këta të fundit ishin të pranishëm në vendin ku ndodhi ngjarja, në zonën e njohur si Dilan në Salarit të Tepelenës. Diçka ka ndodhur me dy fëmijë të ortakut të tij. Mendojmë se ka pasur një sherr, por vetëm hetimi do të zbulojë të vërtetën. Nuk arrim të kuptojmë pse u vra Edoardo, po presim të mëson motivet pas kësaj vrasje të tmerrshme. Si mundën t'ja bënë këtë kushëriri tim? Deklaroi Riccardo Barbieri, duke e përshkruar Edoardo si një njerëz të mirë dhe pa probleme. Barbieri ka treguar se Saraci kishte 20 vite që jetonte në Shqipëri, ishte i martuar dhe babai i dy fëmijëve. Ai gjithashtu shpreh keqardhje që as ai dhe as motra e viktimës nuk arritën të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit që u zhvillua dje në Shqipëri, po marrën lajme vetëm nga gazeta lokale. Televizionet nuk po ofrojnë qartësi mbi atë çka ka ndodhur realisht. Është një humbje e tmerrshme. Edoardo ishte një person i sinqert dhe i butë, shtoi Barbier. Familjari i viktimës ka shprehur hapur dyshimet e tij ndaj ortakut të ndjer dhe djemve të tij, duke sugjeruar se konflikti mund të jetë i lidhur me marrëdhëniet e tyre të biznesit. Mendojmë se ka ndodhur një përplasje me ta, por vetëm hetimet mund ta nxjerrin në dritë të vërtetën, u shpreh ai. Pas ngjarjes, policia ka shoqëruar për të marrë në pyetje Qeren Braçin dhe dy djemtë të tij, Gazminin dhe Danielin, si dhe një person tjetër, bariu në zonës, Armir Hitoveizi. Të katërt u lanë të lirë disa orë më vonë. Ata janë sulmuar nga një person i panjohur. Të katërt u lanë të lirë disa orë më vonë, pavarësisht se deklaratat e tyre rezultuan kontradiktore. Sipas versionit të tyre, ata janë sulmuar nga një person i panjohur në zonën e Dilanit mes fshatrave Niviz dhe Salari. Ende mbetet e paqartë roli i Bariut Ovezi, i cili sipas policisë është futur në skenë në një moment të papërcaktuar qartë dhe ka dhënë dëshmi të paqarta lidhur me atë çfarë ka parë. Sipas deklaratave të dhëna nga Braçët, ata kanë qenë në zonë së bashku me viktimën. Sipas deklaratave të dhëna nga Braçët, ata kanë qenë në zonë së bashku me viktimën, duke udhëtuar me dy automjete, një Land Rover dhe një Volkswagen kur ka ndodhur të shtëna. Hetimet për këtë ngjarje të rënd vijojnë, ndërsa familjarët e viktimës kërkojnë zbardhjen sa më të shpejtë të plotë të rrethanave dhe motive që çuan në vrasjen e 44 vjeçarit italian.